Pika e radhës është rekomandimi për asgjësimin e materialit zgjedhor për zgjedhjet e Kuvendit të Republikës Kosovës të mbajtura më 9 shkurt 2025. Pra ashtu siç jemi të obliguar edhe në bazë ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, bëhet fjalë për gjithë materialin zgjedhor që është përdorur në këto zgjedhje që të asgjësohet. Ne kemi kërkuar si Këshilli Operacione Zgjedhore që nga një mostër prej secilit material të ruhet dhe të arkivohet. Gjithë ato që janë pjesë e hetimeve, pra dhe hetimet që vëzhgjuan nga Prokuroria e Kosovës nuk do të asgjësohen, pra do të ruhen ato materiale. Këto kërkesa që përmenden prej kryesuesit dhe të cilat nuk po i shohin dokument që janë përfshi fare, kërkoj që të njëjtat të përfshihen të jenë pjesë e vendimit. Sepse kështu ka qenë edhe ideja që të dihet. Pra, prapë edhe një vërejtje për sekretariatin, që mos përsëriten më. Këtu janë dhënë rekomandime nga sekretariati për ndryshimin e afateve kohore të dërgimit të ftesës, por edhe pranimit të ekstraktit nga ARC-ja edhe afatin tjetër lidhur me ekstraktin e dytë të pranimit të listës votuese nga ARC-ja, që kanë qenë praktika të ndryshme prej zgjedhjeve në zgjedhje. Edhe për raundin e dytë të zgjedhjeve është rekomanduar një disa paragrafe ku janë paraport tashmë procedura të qarta se si krijohet lista votuese për raundin e dytë të zgjedhjeve. Pra personat që mbushin 18 vjeç në ditën e votimit të raundit të dytë të zgjedhjeve përshihen në kuadër të kësaj liste dhe duhet të miratohen nga ana e KQZ-s 7 ditë pas caktimit të datës, të konfirmimit të komunave që do të shkojnë në raundin e dytë, dhe tjetra që do të hiqen nga lista votuese shtetasit të cilët kanë hequr dorë nga shtetësia dhe ata të cilët janë konstatuar ose është njoftuar organi kompetent për vdekjen apo largimin nga kjo botë e personave të cilët nuk do të figurojnë në këtë listë. Kostoja e buxhetit të projektit do të kushtoj 2.499 euro, lidhur me punëtorinë që do ta kemi së bashku me zyrtar të Komisionit të Venecias. Punëtori kjo e propozuar nga vetë Komisioni i Venecias, e që do të mbahet me 26 qershor.